SpaceX nisin raketën për të kthyer astronautët e bllokuar të NASA-s. Ekuipazhi i ri për stacionin hapësinor ndërkombëtar ishte të nisur në orët e vona të së premtes, duke hapur kështu rrugën për rikthimin në tokë të astronautëve të NASA-s Buzz Wilmore dhe Sally Williams, të cilët kanë ngecur në hapësirë prej 9 muajsh. Raketa Falcon 9 e kompanisë SpaceX u nis nga qendra hapësinore Kennedy e NASA-s në Florida me një ekipazh prej 4 personash, 2 astronautë të NASA-s, Annie McClain dhe Nicole Ayers, japonezin Takia Onishi dhe rusin Kirill Peskov. Ekipi është një pjesë e një rotacioni rutin 6 mujor, anijet hapësinore Crew 10 dhe Dragon pritet të arrijnë stacionin hapësinor rreth mesnatës së ditës së djeshme dhe kanë mbritur dhe janë ankoruar aty së bashku me astronautët Wilmore dhe Williams. Në tokë do të kthehen dhe astronauti i NASA-s Nick Hague dhe kozmonauti rus Alexander Gorbunov. Kthimi pritet bëhet të mërkurën e ardhshme, duke u dhënë kështu kohë mjaftueshme të dy ekipeve për shkëmbyer informacion. Astronautët Wilmore dhe Williams mbritën në stacionin hapësinor ndërkombëtar në qershor të 24-s dhe pritet të qëndronin vetëm 10 ditë, por rikthimi i tyre u shtyp për shkak të problemeve mekanike me mjetin e tyre hapësinor, i cili pas disa javësh riparimesh u dërgua drejt tokësh pa ekuipazh të bord. Kthimi i tyre u shty disa herë për shkak të vonesave të tjera teknike.